Përshëndetje miq, sot është tema efektet që jep hëna e re në binjak, që është në 15 qershor, dhe po ashtu fuqia e numrit nga ana e numerologjisë të 3-6-tave. Për këtë do të vazhdoj në vazhdim efektet që jep kjo hën, për të cilën do të ndjej çdo person sipas asaj që ju ndodheni. Mësoni që kjo hën e re është afër tokës dhe prandaj njihet dhe kur është afër tokës si superfuqi. Është e vërtetë që ne nuk e shohim sepse është e re, dhe kjo se është pozicioni i hënës midis tokës, pra neve që jetojmë në tokë, dhe diellit, dhe në këtë rast ne e shohim në hije. Mësoni që efekti i kësaj hëne të re ka të bëjë me atë që është në datën, pra është një efekt i fuqishëm që do të ndjehet, është ka të bëjë shumë edhe me datën me numër 6, dhe numri 6 në astrologji njihet me planetin Venus ose në shqip Afërdita. Është e vërtetë që ne që të gjithë si qenie njerëzore jemi të krijuar nga krijesa krijuesi, kur u mishëruam në këtë tokë dhe që mbahet në zemrën tonë, është plani dhe misioni i drejtimit të jetës, në varësi të diellit që tregon identitetin tonë, në varësi të nënës ënë që e kemi në brendësi dhe ka të bëjë me emocionet tona, dhe në varësi të planeteve për të cilën jemi të lidhur, dhe është mençuria, drita, ndriçimi ashtu si yjet në qiell ndriçojnë, jemi dhe ne si qenie njerëzore. Pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, ne jemi në një afat kohor për të cilën që të gjithë ne jemi të ftuar që ne do të lidhemi me veten tonë, dhe kjo temë dhe kjo hën do t'ju ndihmoj akoma më shumë se çfarë ju do të ndjeni në këtë rast nga efektet që jep hëna. Mësoni që kjo, duke qenë se është në numrin 6 dhe përfaqëson planetin e Venus, është që njihet planeti i dashurisë, i bukurisë, i lumturisë, i bollokut, dhe duke qenë se udhëheq dy shenja, pra është udhëheqës i dy shenjave të demit, dhe demi është zona që tregon për atë në lidhje me zotrimit, në lidhje me vlerën tuaj, me pasurinë, dhe ndërkohë edhe peshoren që ka të bëjë me marrëdhëniet tona, pra dhe mbi të gjitha këto janë dhe dy tema që ju do të ndjeni, bëhet fjalë për dashurinë me vetë dhe me të tjerët, dhe ndërkohë edhe me financat tona, po sidomos me dashurinë me veten tonë. Sepse kur ne fillojmë dhe i arrim dhe e kuptojmë që dashuria është inteligjenca e jetës tonë. Kur mos e harroni. Dashuria është inteligjenca e jetës tonë. Dashuria është thelbi natyral i vërtetësisë dhe i bukurisë së jetës. Por kudo që të jeni dhe si do që të jeni, kjo është tema që do të ndjehet ke ju, pra dashuria dhe financat tona. Për arsye sepse numri 6 është dhe tjetra që ne kemi zbritur në tokë. Pra përfaqëson atë që ne jemi të lidhur, pra me shtëpinë tonë, me familjen tonë, dhe në fund të fundit jeta është në këtë tokë. Ne jemi kthyer në vendlindje. Mësoni që elementi i tokës ka të bëjë me atë, a jeni praktik në jetën, a jeni të disiplinuar, a jeni në strukturë, a jeni të bazuar, a jeni me të vërtetë të qëndrueshëm, dhe ndërkohë edhe në gjendje të organizoni për atë që ju dëshironi. Mbi të gjitha jemi punëtor, se në fund të fundit jeta është në këtë tokë, dhe jeta jone e përditshme është e vërtetë që ne do të
punojmë sepse do të jetojmë, por shënim, ajo që kërkon kjo hënë dhe sidomos dhe shekulli i ri për të cilën kemi hyrë në një energji të re, të shpejt të lidhjes tonë, për nga ana e vetëdijes të lidhjes me shpirtin tonë, me veten tonë, është që të gjithë të kuptojmë që ne do të arrijmë në bukurinë e jetës, në lidhjen me vërtetësinë, në lidhje me qëndrueshmërinë. Dhe kjo është që ne ndihmojmë apasapi. Një efekt tjetër që do të ndjejmë është efekti i tensionuar që ka të bëjë në lidhje po nga ana e astrologjisë që njihet me emrin Nessus. Pra është planet gjuhç asteroid, por që në vetvete nga ana shpirtërore, sepse unë flas për zgjimin e shpirtit, është që njihet si pra gjys njeri, gjys kafsh, dhe ka të bëj me shërimin ton në hije. Pra është me të vërtet gjys njeri, gjys kafsh, sepse në fund të fundit përjardhjen ton, historikisht ne kemi nga kafshët, dhe ne jemi me energji të njëjtë, me gjithçka që ekziston, vetëm se ne si që një njerëzore kemi një frekuencë më të lartë, pra ne jemi zhvilluar, ne jemi krijesa të krijuesit dhe në këtë rast hapasapi nga errësira në dritë, nga drita në errësirë, hapasapi brez pas brezi, edhe pse ka lëndime ky Nessus në këtë shekull na ndihmon ne, pra në shekullin 21, na ndihmon ne që pra është shërues në hije, është energjia në hije. Dhe kjo është energjia e shpejt e shekullit, është pak a shumë një lloj si Pluto, sepse ne jemi në këtë shekull, për të cilën Pluto është në energjinë në shenjën e Ujorit, dhe deri në vitin 2043 do të jenë, pra këto të jetë kjo energji, dhe në këtë rast bëhet fjalë që ne do të heqim sjelljet e pandeshme, do të heqim atë abuzimin e pushtetit, qoftë në sistem, qoftë dhe në brenda me veten tonë si që njerëzore, ashtu sikurse dhe pra varësitë që ne kemi, pra obsesivs pra ndaj diçkaje të tjera. Mësoni që në kohët e lashta, ka që unë do t'jap një foto, sepse është një mrek, pra në kohën e pra të mitologjisë greke, është me të vërtetë që ky personi ta shikoni si gjys njeri, gjys kafsh. Pra e shikoni këto, ndoshta është pak shumë me dritë, por ky personi këtu në kal, pra gjys kal, gjys njeri, është Nessus dhe ka rrëmbyer në këtë rast gruan e, ndoshta e shikoni gruan e Herkulit, pra e shikoni dhe Herkuli është në tokë. Përse është, sipas historisë mitologjisë greke, është që në kohën që Nessus rrëmben gruan e Herkulit, Herkuli plagos, pra e vret. Por përsëri Nessus, gjys njeri, gjys kafsh, arrinte me atë këmishën e tij që e pati të elmuar, e godet Herkulin dhe Herkuli avash vdes nga helmimi. Por çfarë tregon kjo? Është në këtë, pra duke qenë se është shërues në hije, pra ka të bëjë me atë që tregon nga ana kolektive, pra që të gjithë sepse ne kemi lidhje dhe brez pas brezi, është që na ndihmon ne që në këtë rast të ndërpresim, pra të thyejmë ciklin e dëmit që është marrë brez pas brezi. Po kështu në lidhje mban traumat, ashtu sikurse mban edhe atë dominimin në lidhje me pra abuzimin në pushtet. Ndërkohë është tjetra që ana e re ka një lidhje me shëruesin e plagosur, që quhet pra Chiron ose Kiron në shqip, por edhe me perëndeshën Eris. Pra që të dyja kuptoni që në këtë rast ja t'ju jap një shenjë. Ky është pra siç e shikoni Nessus, gjys njeri, gjys kafsh, po ndihmon këtë fëmijë, pra që të përdori shigjetën,
e ti, pra me shgjet, edhe çfarë do të thotë, është shërues shpirtëror që ndihmonte njerëzit, pra ndihmonte, dhe në këtë rast edhe ju ndihmojeni nga shërues shpirtëror, ose dhe jeni vetë shërues shpirtëror, por gjithsesi të kuptoni që si Eris, pra perëndesha Eris, dhe kush është ta tregoj dhe perëndeshën Eris dhe të vazhdoj më gjatë. Iris është kjo, pra shikojni, në dorë ka një moll, pra një moll këtu në këtë, nuk i ka krahët, sepse këtu janë krahët që pra ka arritur në vetën e vetë, është ka të çliruar çdo gjë që nuk i shërben, dhe në këtë rast ka marrë krahët për të fluturuar, dhe në foton e parë është pra nuk i ka akoma krahët, por që vazhdon dhe ka të bëjë me këtë, pra të kuptoni. Ndërkohë që shiron, pra na ndihmon ne që ne të arrim të shërojmë veten tonë, sepse ka qenë vetë e di dhe duke shëruar veten, na ndihmon dhe ne që të japi pra ndihmë që dhe ju të shëroheni, dhe në këtë rast shërohemi nga plagët e vjetra, për të cilët i kemi jo vetëm të marra nga e kaluara, pra që në barkë të nënës, por dhe gjatë eksperiencës së jetës tonë, dhe të lirohemi nga çdo lloj situate, ngjarje, varësie, zakoni, fjalë tjera, për të cilat nuk na përshtaten më dhe për të cilat na lëndojnë. Ndërkohë është Eris, që ja u tregova, pra në kohën e lashtë, me mollën që kishte në dorë, duke qenë se nuk u ftua në një dasëm, me mollën e artës sa e ep në dasëm, dhe në këtë mollë e artë, prandaj quhet, shkruan tek që tije, dasmorja shkruan që tije më e mira, dhe ndërkohë këtë e bëri duke quar këtu, krijoi një konflikt midis, pra kaos, konflikt, mosmarrëveshje e të tjera, por gjithçka në këtë kohë, kjo perëndesha Eris ka të bëjë me këtë, sidomos në shekull 21, është një person shpirtëror, për të cilën është luftarak, dhe na ndihmon që me të vërtetë të çlirohemi nga këto emocione, sepse që të gjithë kemi në grafikun tonë dhe mban xhelozin, mban zemërimin, mban atë frustimin, pra në këtë rast të kuptoni që si Shiron, që është shëruesi i plagosur, që pranoi, pra shëronte të tjerët, por pranoi dhe veten që nuk është i përjetshëm, se duke shëruar tjerët kujtoj se ai është, pra nuk vdes, por me shigjetën e tij helmoi veten, dhe sigurisht shigjetë e helmuar, pra në këtë rast po tregoj sipas mitologjisë, e pranoi që nuk i duronte dhimbjen dhe e pranoi vdekjen. Pra kështu është edhe me ne, që ne do të pranojmë çdo lloj emocioni për të cilën e kemi të bllokuar, dhe kjo nga roli viktim, sepse nuk kemi ditur se si të veprojmë, dhe duke vepruar të njëanshëm vetëm me mendje, ne helmuam veten tonë. Pra ne bënim për të tjerët, por kjo ishte në dashuri, në nevojë, dhe ne helmuam veten tonë. Pra në këtë rast, kur them helmuam veten tonë, do të thotë që ne i bllokuam emocionet. Duke i bllokuar emocionet, çfarë është? Emocioni është energji, pra emocion, është energji, emocion janë dridhjet tona, por energjia lëviz, do të shkoj diku, pra edhe ne, çfarë ndodhi me ne, prandaj po i tregoj që si shëruesi plagosur, mos ju vi çudi që e keni përpara, sepse unë kam qenë shëruesi plagosur, çfarë ndodhi është që duke mos i ditur se si të punoni me këto emocione, ne lënduam njëri tjetrin, dhe jo vetëm veten, por gjithçka në çdo lloj aspekti jetës. Pra në këtë rast, ndërkohë që nesus ka të bëjë me pra shërimi në hije, nga energjia, dhe mbani mend që ju tregova që është me të vërtetë një video që si ndikon energjia e fshet. Pra të kuptoni, Nesus është një lloj si Pluto, pra që në këtë rast kërkon vdekjen, transformimin tonë dhe rilindjen, pra që do të thotë jo se do të vdesim si qenie njerëzore, por do të heqim çdo gjë që nuk na shërben nga karma e vjetër. Pra në lidhje, a na shërben tashtemet, a na shërben gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, konkurrenca, pra konkurrenca me njëri tjetrin. Ndërkohë që ne jemi që njerëzore për të jetuar të bashkuar.
Pra mësoni që kjo perëndesha e ris dhe ndoshta e ndjeni na ndihmon ne që të lirohemi. Pra edhe këto që janë xhelozia, po zemërim, frustrime të tjera, edhe pse na i sjell, pra na sjell kaos, mosmarrveshje, konflikte, është që ne do të shkëputemi. Pra ne duhet t'i pranojmë, t'i njohim me vërtetësi, t'i japim mirësi, sepse ne jemi dashuri, ne e kemi këtë energji, sepse kemi zemrën, zemra është neutrale, zemra është astrale, zemra që ne jemi lidhur, dhe kjo na bën që ne të arrijmë të lidhemi me vërtetësinë e vetes tonë, me veten tonë unike. Pra kjo është që ju do ta ndjeni, sido që t'jeni se jeni unik. Ndërkohë është që e gjitha që bëhet është dy gjëra që do të sjellin që na ndihmojnë këto. Pra, si perëndesha e ri, si dy shëruesit e plagosur, për të cilin janë gjysmë njeri, gjysmë kafsh. Pra, ne kemi ardhur prej ardhjash që ne kemi ardhur nga bota e kafshëve, nga majmuni, dhe apas sapi jemi zhvilluar si një qenë njerëzore, dhe në këtë shekull ne kemi një arritur një ndërgjegjësim të lartë nga ana kolektive. Pra, i dim dhe nuk na pëlqejnë më këto sjellje, këto, pra përdorimi i pushtetit apo i abuzimi në pushtet apo pa drejtësitë të tjera që na bëjnë, sidomos klasës pra privilegjuar. Pra e gjitha bëhet që ne do t'i pranojmë këto lloj energji të ulta të shërimit në hije, pra energji në hije, sepse çfarë do lloj që ndodhi me ne, i kemi, ka qenë lidhje, pra i kemi me njëri tjetrin, pra i kemi dëgjuar, dhe nëse Diana nuk është marrë me të teme, këto kanë qenë tek unë, sepse i kam dëgjuar, janë energji, dhe kjo është që ne do t'i pranojmë dhe do të arrijmë në mençuri, për të jetuar me vërtetësinë e jetës dhe për të qenë në veten tonë unike, sepse ne që të gjithë jemi unik. Shenja e dytë që do të kemi ndikim, kjo energji e mrekullisë binjakut, është dy gjëra do të ndjeni me këtë anë të re, me këtë energji të binjakut. E para, mënyra e lidhje me kontaktit që ne kemi në çdo lloj marrëdhënie. Pra me njerëzit tanë, me shoqëri, me çdo lloj që ne kemi kontakt gjatë gjithë eksperiencës së jetës tonë, ashtu sikurse edhe me mendimet. Pra të jemi të vëmendshëm, kjo është gjatë këtij muaji që do të ketë efekt në veten tonë. Ndërkohë energjia nga njëra anë, çdo shenjë ka edhe energji të ulët, ka edhe energji të lartë. Energjia e lartë e binjakut është se janë të qetë, janë që kërkojnë të dinë, janë simpatik, duken të rinj, janë me të vërtetë që kërkojnë me të dinë, dhe sidomos në lidhje me njohuritë, kanë shumë qejf të merren me tregtinë, të merren me arsimin, duke qenë se udhëhiqet nga planeti Mërkuri dhe është elementi i ajrit, është ka të bëjë me atë që Mërkuri është lidhje si kemi fjalët, si kemi mendimet, si kemi sjelljet, si sillemi, po kështu në komunikim, po kështu në tregti, në transporte të tjera, edhe Mërkuri është afër tokës, ose më saktë afër diellit, sepse rrotullohet rreth diellit dhe ka numrin 88, pra rrotullohet 88 ditë, dhe jo pa qëllim është dhe Mërkuri mesazhi i mençurisë, i vërtetësisë së jetës, dhe na sjell transformime, qoftë dhe për një minutë, varet se nga drejtim do të zgjedhim. Pra këtë do të zgjedhim për një minutë, na bën që ta ndryshojmë mendimin apo jo, por gjithsesi kur ne jemi në siguri, kur jemi në fuqinë tonë, është me të vërtetë që ju jeni mesazh, prandaj jeni të lidhur me shpirtin, që për atë që ndjeni të ndriçoni bukurinë e jetës, por kjo vjen vetëm atëherë kur ne jemi të sigurt, kur ne vëmë kufi dhe kur ne jemi të lidhur me dashurinë e vërtetë hyjnore, pra me zemrën tonë kemi hapur zemrën dhe për një pjesë edhe lidhja me zemrën. Mësoni që energjia e binjakut janë organizator, janë që i kryejnë detyrat, por ndërkohë është dhe tjetra që kanë energji të ulët si çdo shenjë, për të cilën ne do të njihemi, edhe në këtë rast të njiheni çfarë ndodh. Energjia e ulët është se gjatë pra në lidhje me transformimin që vazhdon binjaku, është që kërkon gjithmonë diçka të re. Dhe duke kërkuar diçka të re,
pra gjatë kohës së transformimit të tij, është që i krijon një lloj shqetësimi, pra do të di, është i zgjuar, por do gjithmonë gjë të re. Dhe kjo e bën që të shqetësoj. Duke shqetësuar, çfarë ndodh? Nuk përqendrohet. Pra nuk kap një temë, por do gjëra nga më. Dhe kjo është që ne nuk jemi të gjithashëm. Ne do të përqendrohemi për atë që ne ndjejmë që vjen nga zemra jonë. Prandaj është që ne do të lidhemi me veten tonë, do të hyjmë në thellësi. Ndërkohë është që ka shën tjetër, është që ku nuk flet të vërtetën, pra shënim, nëse nuk tregoni të vërtetën, çfarë ndodh? Për çfarë do lloj situati që t'jeni, është që gjeni justifikime, gjeni argumente, vetëm e vetëm që të zgjidhi, pra sepse e ka atë që do të zgjidhi problemet, dhe në këtë rast çfarë ndodh? Shënim, egzageron situatën, dhe shpesh quhen dhe kështu që merren me tashet e me gjithsesi, egzageron situatën, i jep një kuptim tjetër, prandaj jeni të vëmendshëm. Tjetër shenjë është që plaga juaj e vjetër është që ndihet që është e shëruar, dhe në këtë rast ka ndikim që ne ndihmohemi si shërues i plagosur, si perëndesha Eris. Dhe kjo është që në kohën që ju ndjeni, sepse ju ndihni shpirtin tuaj, në kohën që ju ndjeni që plaga juaj e shëruar, plaga e vjetër shëruar, kujdes se mund të lindi përçarje, sepse ne jetojmë në këtë realitet, ne kemi njerëzit ta familjen, shtëpin, apo kudo ku punonin të tjera, kujdes se mund të ketë përçarje. Në ç'kuptim përçarja? Mësoni që mund të vi, për shembull, nga ata shëtemet, dhe ma shembull, mund vi nga ata shëtemet, dhe në këtë rast ju kuptoni që të tjerët ju njohin ndryshe nga ajo që ti nje veten tënde. Dhe duke qenë se pra ndjen ndryshe nga ajo që ti je, çfarë ndodh? Është që kjo është që të bën ty që pra ideja që njerëzit kanë pikpamje jo të mirë për ty, apo ndoshta edhe me padrejtësi, apo me atë që thonë gjëra për të cilën të bëjnë që ti të mos kesh besim më ke të tjerët, kjo të krijon një lloj zemërimi, me çdo që ti të krijon një lloj zemërimi, dhe me të drejtë, sepse ti e njeh veten më mirë se pikpamjet e tyre. Por çfarë ndodh? Duke qenë se je në pafuqi, pra shënim, duke qenë se je në pafuqi, kjo të sjell zemërim, se kur ju keni zemërim, do të thotë që jeni të lënduar, dhe zemërimi si emocion do të thotë që ti ke frikë të humbasësh diçka. Çfarë do lloja, marrëdhënia, pasuria, puna e tjera, pra ke frikë. Dhe në këtë rast shënim, duke qenë në pasiguri, pra në pafuqi, një lloj është pafuqi, të lind zemërimi, por ne do ta pranojmë zemërimin, sepse është energji, dhe energjia do të shkojë diku, dhe kjo është që ne jemi të ftuar se ky zemërim na prek plagën e vjetër për të cilën e kemi në zorët e barkut. Prandaj, edhe pse është me pa drejt që je akuzuar me pa të drejt, apo me gënjeshtra pa vërtetësi, të pranoni që të gjithë ne, në qoftë se ne kemi zemërimi, ky zemërim vjen për arsye sepse ne kemi qenë të dominuar, ne nuk na janë planuar kufin tanë, pra nuk kemi parë në vlerën tonë, ne duhet bënim si donte shoqëria, është përdorur abuzimi në pushtet, qoftë në shoqëri, qoftë në këtë rast po flas në veten tonë, edhe në marrëdhëniet tona, pra abuzim në pushtet, sikurse mashtrime e të tjera. Gjithsesi, në momentin që na del zemërimi, sepse që të gjithë jeni unik, pra dhe kjo është që kërkohet, që ne do të hyjmë në brendësi, edhe pse ndjehet që ju plaga e vjetër shëruar, pra e dini se kush ishit, tani është të gjeni vetveten kush ju jeni, dhe kujdes të kuptoni që edhe nëse e keni gjetur veten se kush jeni
Mësojnë që veçërimi është vetëdijësim e para, dhe e dyta është vullneti për të përmirësuar jetën. Dhe ndërkohë të jeni të kujdesshëm në lidhje me kufin që ne vendosim, pra të mos ngatrohemi. Mësoni që rezultati që kërkohet dhe që mund të vjeni në provë, shënim, janë testime, janë prova, janë sa do të qëndroni në fuqinë tuaj, dhe ndërkohë sa do t'i mbani kufint, pra sepse në fund të fundit jetojmë në këtë realitet dhe ne jemi në dy realitete, në njërin anë flen gjumë, rrim me emocionet dhe karmën e vjetër, pra gjërat që janë të pavërteta në krahun tjetër, jemi ne që kemi pranuar të lirë për të vazhduar të jetojmë me rrjedhën e jetës, me vërtetësinë e saj. Pra është një fazë për të gjithë ju, pra që edhe pse ndjeni që plaga e vjetë është shëruar, është një fazë që ju kërkon sa të fort dhe sa do të mbroni veten tuaj, dhe ndërkohë shënim, që do të lirojni, do të çlironi çdo gjë që nuk ju shërben, qoftë çdo gjë të situate apo ngjarje për të cilën nuk ju bën ju që të ndjeheni mirë, nuk ju pranojnë si ju jeni në të vërtetë, dhe në këtë rast do të lirojni, dhe kjo është ju e pranoni këtë se doni të zgjidhni që të jetoni në paqe, në armoni, në dashuri, dhe e gjitha është që kjo vjen vetëm duke u liruar nga çdo gjë që nuk na shërben nga e vjetra, nga e kaluara, nga eksperienca e jetës tonë, për atë që ju sjell pra periudha për të cilën ju ndodheni, dhe është veçërimi është që ne mbyllim derën e një diçkaje, por ne do të vazhdojmë sepse vullneti jonë për të përmirësuar jetën çdo ditë se shpirti jeton është derisa të jetojmë, marrim frymë, është që dhe shpirti kërkon rritje, zhvillim. Pra tjetër të kuptoni që duke qenë se jemi në këtë hënë të re, hënat e reja janë gjithmonë ju merrni frymë, pra filloni ju merrni frymë, ju dini se çfarë është me ju dhe çfarë ju duhet të lini, e dini shumë mirë, dhe ndërkohë atë që ju dini, ju do ta lini të shkojë me qëllim që të arrini të lidheni me bukurinë e vërtetësisë së jetës. Shenjë tjetër është ne do të qëndrojmë vetvetja. Pra që do të thotë sido që të jeni, kudo që të jeni, është që le të marrim në lidhje me punën. Sigurisht që ne do të punojmë sepse do të jetojmë, kemi detyrime. Prandaj ishte ajo jo vetëm me dashurisë, pra kontaktet me njerëzit, por edhe në lidhje me financat tona, pra numri 6, jetojmë në këtë jetë. Pra në këtë rast, çfarë do të thotë është që ne do të jemi të vëmendshëm edhe në lidhje me punën, sepse do të punojmë, është e vërtetë që ne kuptojmë tani që ne punojmë se do të jetojmë për të shlyer detyrimet e jetës, por ne nuk jetojmë duke punuar. Kjo është bukuria e zgjimit të shpirtit, pra e lidhjes me shpirtin tonë. Ajo që të mësoni duke qenë se jemi në dy realitete, dhe ju mund të punoni në një punë që e ndjeni që e kuptoni që doni të vazhdoni, apo punoni për veten tuaj që të gjithë jeni unik, të kuptoni që ka konkurrencë. Por shënim në lidhje me mund të jetë lojë në lidhje me konkurrimin që t'ju heqin si konkurrent, por shënim, lojrat që përdorin, pra jeni në veten tuaj, mbrojeni veten tuaj, sa në vete jeni, mund të jenë në lidhje me, për shembull, t'ju shfrytëzojnë aftësitë tuaja, mund të jenë që kërkojnë t'ju manipulojnë, mund të bëjnë që të ndjeni, pra t'ju ngjallin mishërimin, pra jeni të vëmendshëm, ndërkohë konfuzion e tjera. Pra mund të ndodhi me ju, por mund të ndodhi dhe me dikë që duke t'i dobë në të vërtet me atë se çfarë je në vetvete, se çfarë mban në vetvete. Qëllimi i të gjithëve, pra na jeni të vëmendshëm, është që jo vetëm të na manipulojnë, por ndërkohë dhe të marrin informacionin, sepse ne e kemi këtë
ne jemi lidhur me shpirtin, ne kemi këtë intuit, kjo është bukuria ku ne lidhemi me energjinë femërore dhe ku ne arrim të lidhemi, pra të hapim zemrën. Mësoni që të jeni të vëmendshëm, që të mos ngatroheni gjatë rrugëtimit, dhe kjo ngatres mund të vi vetëm atëherë në qoftë se ju jeni të pasigurt, pra në qoftë se ju dhe nuk përdorni intuitën tuaj. Pra jeni të vëmendshëm në këtë kohë. Ne nuk kemi vetëm, ne ndihmojemi. Pra jeni të vëmendshëm në qoftë se ju do të rini të pasigurt dhe nuk do të ndiqni intuitën tuaj, kjo ju sjell që të ngatërroheni. Mësoni që të vendosni kufin tuaj, jeni të vëmendshëm në lidhje me kufin, me qëllim që të kuptoni sepse kudo që të jeni në çdo lloj marrëdhënie, na përdorin kujdes në lidhje nga ana emocionale, sepse ne kemi këtë ndjeshmëri, por ndërkohë edhe në lidhje edhe nga ana financiare, pra nëse ju jeni të pasigurt dhe nuk përdorni intuitën tuaj, vlerën tuaj, të tjerët do ju përdorin, pra atë aftësinë tuaj, energjinë tuaj, dhe në këtë rast ju sjellin lëndime, pra ju lëndojnë emocionalisht ashtu dhe financiarisht. Prandaj që të gjithë jeni të ftuar, që nëse ndjeni pasiguri do të thotë që keni akoma energji që ju pengojnë, dhe në këtë rast të liroheni nga këto lloj energjish, nëse i ndjeni që ju thitin nga ana, ju thitin energjinë apo ju marrin atë aftësinë tuaj, pra e kuptoni kudo në çdo aspekt të jetës, të liroheni nga këto lloj parazit, pra nga këto lloj energjie që nuk ju japin, me të vërtet nuk ju njohin vlerën tuaj. Pra jini të vëmendshëm sa jeni që qëndroni në veten tuaj. Mësoni që e gjitha kërkohet që njerëzit për të cilën janë parazit në kurrizin tuaj, ju duhet të shkëputeni, sepse kur nuk ndryshojnë. Sigurisht nëse ata pranojnë të lidhen me veten e tyre, të jeni të sigurt që ndryshimet ndodhin për të gjithë, sepse ne e kemi këtë, ne jemi energji. Ne nuk kemi lindur as me drogë, as me manipulime, as me pavërtetësi, as me thasheteme të tjera, apo çfarëdo lloji pije, apo përdorimi i më shumë jemi konsumator se sa krijojmë. Pra jeni të vëmendshëm, nuk kemi lindur kështu, kemi qenë ëngjëj. Këto gjëra kanë ndodhur nga niveli i ulët, pra dhe në këtë kohë ne po ndihmohemi, prandaj dëgjua deri tani efektet që ju dash. Mësoni, shenja e fundit është jeta jonë në lidhje me dashurinë me veten, dashurinë tonë romantike, me marrëdhëniet që ne kemi me të gjithë në çdo aspekt të jetës, por edhe në eksperiencën me flakën tonë. Flakën e kemi që të gjithë, jo të gjithë mund të lidhen, kjo flakë është e orkestruar, e organizuar nga plani hynor, i plot fuqisë hynore, i universit bollshëm, i universit të madh, për të cilën është burimi i energjisë, është në këtë rast Zoti, universi, krijesa, se janë të gjithë bashku, por është plani hynor i shpirtit, që të gjithë e kemi këtë. Por varet se jo të gjithë mund të jenë në këtë, pra mund të vazhdojnë. Të gjithë e kemi. Është zgjedhja që ne bëjmë. Dhe kjo është që jemi, nëse ne pranojmë të ndjekim rrugën e shpirtit, hap pas hapi ku shpirti na çon dhe ndjekim atë që ndjek në zemër, të jeni të sigurt që ju keni arritur në përvojën me flakën tuaj. Dhe për një pjesë dhe mund të jeni lidhur. Mësoni që jeni kujdes me kufin tuaj, në lidhje me dashurinë tuaj, që keni qop me vete, qop me të tjerët, romantik me këdo, pra me këdo, troç, nuk për përsëris, jeni të vëmendshëm në lidhje me dashurinë. Për arsye se mos shkelen kufin tuaj. Kudo që t'jeni, pra sa jeni në fuqinë tuaj, vetja juaj, pra shikoni apo shkelen kufin tuaj, pra vlera juaj, vetja juaj. Tjetër është, në qoftë se jeni në marrëdhënie që përdoret mirësia juaj, pra edhe personi tjetër ju mban të varur apo ju kontrollon, sigurisht jeni të vëmendshëm
sepse ju herët avon, në qoftë se këto gjëra ndodhin, dhe ju jeni, kjo do t'ju sjellë, do të arrini të kuptoni që mund t'ju sjellë zemërim, dhe me të vërtet, sepse zemërimi vjen që ti po e kupton që po shfrytëzohet mirësia jote, po shfrytëzohet energjia jote. Ndërkohë, ju do e kuptoni tani duke vazhduar, pra që jeni në një marrëdhënie që është ndjehet në sipërfaqe, pra ka gënjeshtra, ka manipulime, dhe çfarë ndodh, ju arrini të kuptoni që kjo lloj marrëdhënie nuk është në thellësi, nuk është në vërtetësi, nuk është në thellësi ashtu si ju me të vërtet e dëshironi e ndërroni. Tjetër, jeni të vëmendshëm, çfarë do të thotë është në lidhje përdoren, pra në këto lloj sipërfaqe mund të jetë që duke diskutuar fliten fjalë të mira që do ti bëj këtë, unë të bëj atë e të tjera, apo premtime të tjera dhe nuk mbahen. Por çfarë ndodh? Vëmendje, sidomos ju që jeni duke bërë këtë proces, ju do të arrini, duke u lidhur, ju do të arrini të kuptoni që këto janë jo vetëm në sipërfaqe, por ju sjellë, sepse e kuptoni, ju sjell zemërimin, dhe ky zemërim, të kuptoni, është shkaktar për të cilën janë mësuesit tanë. Këtë zemërim ne e kemi në brendësi të zorëve tona, është e kaluara jon, sepse çdo lloj marrëdhënie që ne kemi krijuar, sido që të jetë, ka qenë në nivel të ulët të ndërgjegjësimit tonë, në rolin viktim, dhe ne kemi bërë gjërat si kanë dashur të parët tanë, apo si kemi parë, edhe në qoftë se ne kemi krijuar çdo lloj marrëdhënie me mënyrën tonë, apo edhe si na kanë drejtuar të tjerat. Pra çfarë do të thotë, në qoftë se ju vjen ky zemërim, është ka të bëjë që ne do të hyjmë në thellësi, sepse e kemi në zorët tona të barkut, dhe kjo është ftesa e shekullit 21 për të gjithë ne, që ne do të ulemi, që ne jemi të ndërgjegjësuar nga bota jashtme, por tani me veten tonë. Pra në qoftë se ju del zemërimi, bëhet fjalë që do të hyjmë në veten tonë në thellësi. Kujdes në lidhje me izolimin, është që ne na izolojnë me qëllim që pra jeni kujdes me përpjekjet që na mbajnë në izolim, dhe kjo krijon një lloj distance midis nesh dhe të tjerëve. Pra shënim që na mbajnë në izolim për të na krijuar distancë ne me të tjerët, pra përpjekjet dhe në këtë të jeni të vëmendshëm për këtë lloj distance që ne kemi me të tjerët, ndërkohë edhe të jemi se lind nga qëndrimi që mund të jemi manipuluar, ndërkohë dominuese të tjera, pra që ndodh dhe ku ne kemi qenë të dominuar dhe manipulues, pra të manipuluar, kjo na sjell që ne të dyshojmë në veten tonë, pra dyshojmë në vetvete. Prandaj jeni të vëmendshëm që si izolimi, si dyshimi, ne duhet të ulemi në veten tonë dhe të besojmë në veten tonë, duke planuar që sa më shumë ne të lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne të fillojmë të komunikojmë, pra me veten tonë me të tjerët, pra të jemi të fortë në komunikim, dhe ndërkohë edhe në lidhje me mbrojtjen e vetes tonë. Pra gjithçka bëhet që ne të arrijmë të jemi në siguri në dy këmbët tona, në këtë jetë, dhe në këtë rast jemi në gjendje të komunikojmë në mënyrë të mrekullueshme me fjalët tona, mendimet tona, sjelljet tona, zakonet tona, për të cilin krijojnë karakterin ton, dhe sa më shumë ne jemi në dy këmbët tona, aq më shumë ne jemi që mbrojmë veten, dhe ku ne mbrojmë veten, ne kemi kthyer energji në veten tonë, jemi të pastruar, jemi të transformuar, jemi të ndriçuar sipas asaj që ju jeni, dhe kjo na i bën jetën të lehtë. Prandaj ju të ndjeni në këtë periudhë këto lloj efekte që do t'ju japi kjo hënë. Sigurisht që mua më zjaten shumë video, unë do t'jap pak shumë shpejt. Në qoftë se ju mohoni emocionet, të jeni të sigurt që ju mohoni thelbin dhe energjin jetësore të jetës. Mësoni që emocionet, energjia duhet të lëvizi. Pra edhe emocionet janë energji, pra lëvizin do të shkojnë diku.
Pra, çfarë do lloj që ne kemi krijuar me emocionet tona që kanë qenë energji, edhe pse ishin të lënduar, çfarë bën? Na çuan në lëndim, pra na thithën energjinë, ndërsa tani duke pranuar që jemi në shekull 21, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, duke pranuar hap pas hapi ai parash dorëzimi i shpirtit dhe të ndiqni hap pas hapi shpirtin tuaj, ju do të arrini duke pranuar atë që njihet që forma më e lartë e inteligjencës është dashuria. Kur ju pranoni të doni veten tuaj dhe ta pranoni veten tuaj plotësisht si ju jeni mrekulli, të jeni të sigurt që ju do të vazhdoni të krijoni bukurinë e jetës me lehtësi, por kjo do të arrihet si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne, si ndryshojnë fazat e nënës, ndryshojmë dhe ne, dhe prandaj hecni dorë më dorë, nëse jeni në këtë kanal, është drejta juaj, Diana ju frymëzon, Diana ju ndihmon, si shërova veten time, si shëruesi plagosur, dhe si perëndesha Eris, t'ju ndihmoj dhe ju, që nga çdo lloj që nuk na shërben të çlirohemi dhe kjo na jep lehtësinë e bukurisë së jetës për të krijuar të kënaqur veten tonë, për rreth me fëmijët tanë, apo me partnerin tuaj, apo me këdo që jeni, që t'jeni në fuqinë tuaj. Të qëndrosh në fuqinë e energjinë tënde nuk është egoizëm, është thjesht ke energji dhe këtë energji e ndihmon edhe për të nderuar veten dhe tokën mëm. Dhe kjo është thirrja e këtij shekullit për të krijuar një botë, një Zot, një shpëtim, një njerëzim. Shpëtimi do të thotë që të lirohemi, të shlirohemi nga konkurrenca dhe të bashkohemi, që do të thotë jo uri, jo luftra, pra kriza, ashtu sikurse dhe sëmundje. Pak a shumë kjo është video për sot dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.